mbrëma gjithë është nata e 23 sonte këtu në sheshin e Lirisë. Vazhdon me qëndres të jashtëzakonshme, populli është i gjithë në shesh. Vazhdon qëndresa këtu në shesh. Vazhdon përpjekja e shqiptarëve në betejën më të jashtëzakonshme, në betejën më historike për vendin. Ka shkuar tek Emmanuel Macroni, është kapur për dore me Emmanuel Macronin për t'i dhënë sinjal se ka mbështetje të mëdha. Ne do të vazhdojmë qëndresën bashkë me gjithë shqiptarët për të rëzuar çdo lloj tempulli qëndrese të gënjeshtër. Shpresojmë që gjitha vendet evropiane bashkë me Amerikën të qëndrojnë pranë popullit shqiptar, jo përballë dhe pranë kastës hajdute të Shqipërisë. Asgjë nuk të shpëton Edi Rama përveç dorëheqjes dhe daljes para drejtësisë, ti dhe e gjithë tradhtia. As Emmanuel Macron nuk të shpëton dot, as Franca të shpëton dot, as e gjithë bota nuk të shpëton dot, sepse populli shqiptar është i vendosur për ta shkuar tradhtin dhe për të dalë zotë Shqipërisë nesër akoma më shumë këtu në sheshin e Lirisë.